si mund ta bëjmë dallimin? Në kohën e pranverës kemi polen. Po. Vjen deri te lulëzimi i natyrës dhe këtë kemi më shumë diell, më shumë ndrim, do të thotë kemi ndrim të stinëve, kemi ndryshime të temperaturës, kemi diell më shumë, kemi erna më shumë, kemi lagështi më shumë. Në këtë stinë do të thotë lëkura e pson, sidomos lëkurat të cilat janë problematike. Në lëkura problematike mund të numërojnë lëkurën e cila është akneiforme, lëkurat të cilat kanë probleme me ekzem, probleme të cilat kanë me smundje kronike të lëkurës, siç është psoriaza apo smundje të ndryshme të cilat zgjasin, do të thotë me muaj apo me vite. Këto tipe të lëkurës e psojnë më së shumti në stinën e pranverës. Kështu që edhe personat harrova ta cek të cilët zhvillojnë alergji gjatë jetës së tyre, sepse në kohën e pranverës ata vuajnë shumë, sepse kanë teshtima, kanë djegje të syve, kanë lotim, kanë lëkurë më të thatë, kanë ekzem, kanë skuqje, krurje. Skuqja dhe kruarja mandi mund të çojë në lajmërimin e superinfeksioneve, lajmërimin e shenjave në lëkurë nëse nuk trajtohen si duhet. Andaj gjatë pranverës duhet të kemi kujdes që këta persona të cilët janë më të ndihshëm, mundësisht në orët e para të mëngjesit dhe në orët e para të mbrëmjes, kur kemi polen në natyrë më shumë, mundësisht që këta mos të dalin jashtë në atë kohë. Nëse janë të detyruar të dalin në atë kohë jashtë, është mirë që të bëhet një tush, mundësisht nëse është e mundshme, nëse jo të lohen duart sa më shpesh, edhe kur të hynë brenda, të hiqen rrobat, të vishen rrobat e tjera, të lohen edhe flokët, që të kemi mundësi, po të heqim, do të thotë polenin edhe ndryshimet të cilat edhe do tjetë të cilat mund t'i marrim në ambientin e jashtëm.